luftës në Kosovë më 1999 i ka pasur deri tash 3 kryetar të rregull dhe një ushtrues detyre e kryetarit. Pra Hashim Thaçi ka qenë kryetari me jetëgjatësinë politike më të madhe në krye të Partisë Demokratike të Kosovës, themelues i PDK-s me njëherë pas luftës, siç e thash, më 1999 ka qëndruar në krye të këtij subjekti politik deri më 2016 në periudhën kur u zgjodh president i Republikës së Kosovës. Dihet që në bazë të formacionit politik edhe institucional të Kosovës, një president nuk mund të jetë edhe pjesëtari një partie politike. Një gjë ka ndodhur me Fatmir Sejdiun, e kujtojmë që pastaj është dashur t'jap dorëheqje sepse ka mbajtur edhe postin e kryetarit LDK-s edhe president. Një gjë të tillë nuk e ka bërë Hashim Thaçi, i cili posa ka marrë postin e shefit të shtetit, ka dhënë dorëheqje nga kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Për gjatë kësaj kohe, Hashim Thaçi ka qenë 2 herë kryeministër i Kosovës si kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës dhe pasuesi i tij prej 2016-ës ka qenë Kadri Veseli. Prej 2016-ës mandati i tij ka shkuar deri më 2020 kur është dashur t'jap dorëheqje për shkak të shkuarjes së tij në Hag për t'u përballur me akuzat për krime lufte në gjykatën speciale. Kadri Veseli, e dim, ka qenë kryetari i Kuvendit e po ashtu edhe kandidat për kryeministër nga ky subjekt politik në vitin 2019, por që nuk doli fituesi i zgjedhjeve për ta formuar qeverinë dhe pastaj më vitin 2020 ju desh të jap dorëheqje për ta lënë si ushtrues detyre Enver Hoxhajin, i cili këtë post e mbajti në detyrë nga viti 2020 deri në vitin pasues 2021. Për gjatë kësaj periudhe pati proces zgjedhor në Kosovë, ku Enver Hoxha ishte kandidat për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe në këtë proces zgjedhor të vitit 2021 e dim që fitues doli lëvizja vetëvendosje me më shumë se 50% të votave. Enver Hoxhaj pastaj nuk kandidoi për kryetar të rregullt të Partisë Demokratike në konventën e radhës që u mbajt më 2021. Kandidati vetëm ishte Memli Krasniqi, i cili sot dha dorëheqje për arsye politike nga ky post. Memli Krasniqi po ashtu tha që reflektimi i tij për një kohë të gjatë e bëri që ta marrë këtë vendim që të largohet nga pozita e kryetarit të PDK-s, jo për shkak të humbjes së 2 komunave në kuadër të procesit zgjedhor lokal në tetor dhe nëntor në 2 rundet e këtij procesi, por tha që ka menduar edhe më herët. E dim që në zgjedhjet e rregullta të shkurtit 2025, Partia Demokratike e Kosovës doli e dyta, por Memli Krasniqi asnjëherë nuk ka qenë kandidati i PDK-s për kryeministër. Ai e emëroi si kandidat Bedri Hamzën në një proces ku ishte kryetar i partisë. Memli Krasniqi është zgjedhur 2 herë me procedurë të rregullt në krye të Partisë Demokratike të Kosovës, një herë në vitin 2021, pastaj edhe në konventën e qershorit të këtij viti ku e mori besimin e anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm të Partisë Demokratike të Kosovës, por që këtë mandat e la që në fillim të vitit të parë për t'ja lënë radhën dikujt tjetër në një organizim që do të mbahet të hënën, ku preferenca e Krasniqit në këtë rast është Bedri Hamza. Nuk dihet zyrtarisht nëse Hamza do t'jetë kandidat, paktën nuk e ka konfirmuar vet ai, por sipas gjitha gjasave mund t'jetë kandidati i vetëm në 2 proceset ku është votuar Krasniqi për kryetar të PDK-s. Nuk ka pasur kundër kandidat nga anëtarët e tjerë të partisë për të folur më shumë për zhvillimet e sotme, për historikun dhe çfarë pret Partinë Demokratike të Kosovës. Do ta kem një bisedë të drejtë për drejtë me ish deputetin e PDK-s Hisem Berishën, nëse kam në linje. Faleminderit shumë.